Shqipëria është fituese e edicionit të parë të turneut botror të futbollit IPA për policinë mes 23 vendeve të botës që garuan për 3 ditë radhazi në Shkodër. Për meshkujt ishin djemtë e policisë shqiptare që mundën në finale ekipin e Zvicrës, ndërsa për femrat Mbretëria e Bashkuar mundi në finale ekipin e Bullgarisë. Krahas autoriteteve të larta policore ndërkombëtare, organizatorët kishin ftuar përfaqësues familjeve të njohura sportive, duke filluar me ish kampionin dhe rekordmenin e atletikës Hysni Bebeziçi, që në karrierën e tij sportive ka spikatur edhe si futbollist, ku prezente ishte mbesa e tij deputetja më e re e Kuvendit të Shqipërisë Gjenis Shela, për të vijuar me ish arbitrin e parë të futbollit Qazim Dervishi, kolosët e futbollit shqiptar Ragami, Zhega, Ndoja, Bizi, mjeku veteran Zydi Çoba e të tjerë. Për futbollistin me përgatitjen më të lartë atletike, Çela ndau çmimin Hysni Bebeziçi, kushtuar gjyshit të saj të ndjerë. Organizatorët dhe pjesëmarrësit shprehin vlerësime për këtë event që për herë të parë u mbajt në Shqipëri. Kupën dhe gjithçka e kam vetëm me këtë organizim shkëlqyer dhe e pabesueshme ndodhi që Shqipëria me një ekip të shkëlqyer djemsh, pa dallim nga njëri tjetri, gjithë një cilësi, arritën hap pas hapi të shikojnë 7 fitore, mritën në finale dhe fituan një ndeshje me një ekip shumë të denj, me ekipin zviceran, i cili po ashtu ishte shumë i fuqishëm. Në Shkodër siç ka lind futbolli 100 e sa vite përpara, edhe do vazhdoj, por pse edhe jo policia mos të ketë futboll. Ishte një satisfaksion shumë i madh që Shqipëria fiton kampionatin botëror për herë të parë në historinë e krijimit të kësaj organizate. Impenjimi ka qenë maksimal i gjithë ekipit dhe ka vlerësuar që në hapat e parë, që në ndeshjen e parë të këtij aktiviteti. Shumë emocion, ishte një arritje që la me maksimumin, la me shpirtin fush. Tregojnë edhe neshe që u bane 7 neshe, 7 fitore. Nuk tolerume dhe me thanë as neshen e fundit grupit. Që i kishim siguru kualifikimin edhe përbla me maksimumin. Besoj se edhe mundin është përbly, ekipi ishim vendosën me arrit qëllimit. As ma shumë që u bate edhe në vendin tonë, e kishim edhe si fort detyrimit. Është një aktivitet që jam shumë i emocionuar, hera parë që banë Shqipëri dhe për herë parë fiton skuadra IPA Albania. Nuk e di auguri mirë për ndeshjen e ditës shtunë. Mbyllja e aktivitetit me 800 pjesëmarrësit do të bëhet në Velipoja Grand Europa Resort me mbrëmje ngala, ku do të ketë edhe disa vlerësime.